Okej, atëherë jemi futur sërish në transmetim. Ndërkohë po shpërndajmë pak linkun. Shpresoj që këtë herë mos ngec figura. Një pasdite fantastike këtu sot në Berat. Shëndetoria plot. Por edhe baret, siç mund ta shihni nga ekrani tim të djathtë, janë të mbushura plot. Imagjinoni vitin e kaluar, si ka qenë shëndetoria këtu kur ishte pandemia. Shpresoj që çdo person që folli live stream të na lërë ndonjë like ose ndonjë koment, nuk do ishte keq. Vitin e kaluar ka qenë pandemia dhe nuk kishte normalisht, nuk kishte kaq shumë qytetarë. Por si shohim nga pamjet, shëndetoria është plot. Është edhe sezoni veror këtu, normalisht qytetarët dalin, sepse është edhe temperatura është optimale për të dalë. Temperatura 25 gradë. Shoh që baret janë të mbushur me të rinj, sidomos të cilët shijojnë kafen e pasdites. Ana, përshëndetje Ana. Mirë se erdhe. Është vërtet shumë bukur. Një pasdite super për Berat.
kemi shumë qytetarë cilët shehen pas ditën. Okej, Traveler Kit, atëherë do t'i bëjmë me 30 frame. Traveler Kit se mos në largohesh, legje ku do shkosh ti. Traveler Kit mos në largohesh, ku do ike? Tashme jemi thojse me muzgë, nuk e di përse se ndezur akoma dritët. Do ishte më bukur nëse do ishin ndezura dhe dritët. Java që vjen kemi planifikuar që të bëjmë turin në Shqipërinë, në lindjet e Shqipërisë, por edhe Korç, Ersek, Leskovik, pastaj në Tërmet. Pra do t'jetë një javë e ngarkuar, një javë e bukur, plot me video live stream. Është një qytet shumë i pastër, siç mund ta shikoni, ja unë konkretisht do të bëj tashmë një panoramim 360 gradë edhe nuk do të gjeni as edhe një letër, as një plasmas, as një mbetërinë të hedhur rrugëve. Ka një pasërti maksimale. Bravo beratësve, se qytetin e mbajnë qytetarët, kështu që në radhë parë kjo është merit e tyre, pastaj edhe e institucioneve ose personave të cilët janë për mirëmbajtjen e ambientit. Atëherë po i afrohem sërish urës së varur, sepse do doja të shfaqja Mangalemin me drita, sepse aty janë ndezur drita tashmë. Atëherë këtu përballë kemi Mangalemin. Shikoni dhe pamjen më të bukur që gjende këtu në Berat. Kamerën wide për të parë figurën. Shikoj që cilësia këtu është me dobët, për që po përdor të imazh. Atëherë këtu kemi një pamje të urës së varur. Kjo është ura tek Mangalemi. Çfarë lloj peshku ka këtu? Tu janë nga 30-40 lloj peshë, po. Po nuk I bie, Tani është kohë e vezë. E kuptoj. Vezë, ai. Ata edhe që ka për me punar. Është më shumë punarti se sa peshkim besoj. Shumë kohë po do vjesh. Ti në punë? Përshëndes. Edhe kjo një punë është. Kalosh bukur.
Peshkimi edhe gjuetia janë arte në vete. Ka shumë persona që bëjnë këto në tepër për art, për sport. Po, traveler janë ndezur dritat. Atëre vazhdojmë nga shëtitoria, sepse vitin e parë e kemi me ngecje. Shpresoj që tash me figura mos ngec si herën e kaluar. Shikoj që ka shumë familjarë që vinë këtu në Berat. Super Traveler Kid. Pra nuk ka ngecje. Është lajm i mirë ky. Ndërkohë që vazhdojmë rrugën drejt. Drejt qytetores. Ndërkohë, para se të shkojnë qytetore, të doja të kaloj edhe njëri planin nga Mangalemi. Traveler Kit kur lëviz majta zjathas ka drop frame. Qiko, nuk ka maska sepse nuk ka ma virus tu, virusi iku. Maskat tashme besoj se do të hiqen nga institucionet. Mendoj se kjo do të ndodhë brenda javës që vjen, sepse dhe numri, falë Zotit, dhe numri i të prekurve ka rënë ndjeshëm, kështu që Eu acho que chué, não. për ata që ankohen ndoshta për cilësinë e figurës, duhet përdorin opsionin 10-10 në device-in e tyre, në pajisjen e tyre, ose në televizor. Nuk e di nga do që na shihni, ju rekomandoj të zgjidhni opsionin 10-10, sepse cilësia e transmetimit është më e mirë në 10-10. Shikoni sa bukur qytetarët kanë dalë të shëtisin, të shijojnë pasditen. Siç mund ta shihni, karantinë të majt, edhe baret, restorantet janë totalisht të mbushura. Nuk shikoj asnjë nga karriget, më saktë nuk shikoj asnjë nga tavolinët bosh.
Pra janë plot. Kishi ka shqiptari. Shqiptari. Se thejt. Shikoni habitur. Okej. Tash për ndezur dritat. Është pas dite e bukur këtu në Berat. Temperatura tashme është 24 gradë. Çfarë ka përdor Valentina, ta shohim. Se kujt drejtohet Valentino nuk e kuptova. Mos forsi Jorgo. Okej, këtë herë I falet Valentinës. Po nuk ka lidhje o Valentina, po pash kolegët cilët janë administrator të live streamit kishin shkruar dhe ndaj edhe u bëra kurioz sepse ti je një nga fansat e vjetër, kështu që nuk më mori me ti të kisha ofenduar, kështu që pa problem. Fation Saliu të përshëndes dhe unë. Si që shohim kemi shumë qytetarë, nuk kam parë ka shumë qytetarë në një qytet tjetër të shëtisin. Pra brenda javës që vjen do t'jemi në qytetet lindore të Shqipërisë. Do t'jeti një tur I Joni. Ku kemi planifikuar të filmojmë qytetin e Librazhdit, Prenjasit. Më pas do të bëjmë live stream në Pogradec. Më tej do të vazhdojmë rrugën tonë drejt Korçës. Ku atë të bëjmë një video shumë bukur. Nërse kemi planifikuar të bëjmë video vetëm me regjistrim. Pra qytetet e vogla do të bëhen video vetëm me regjistrim, ndërsa në qytetet e mëdha do të aplikojmë edhe transmetimin direkt si ky që po bëjmë sonte. Më pas me padurim, pra me zi po pres fatikisht të shkoj në Leskovik. Kisha shumë dëshirë që të shikoja se sa ka ndryshuar qyteti I Leskovikut, duke qenë se është qyteti më I largët përsa I përket pjesën lindore të Shqipërisë. Pas Leskovikut unë do të kthehem në qytetin e Përmetit. Më thënë të drejtën kam kohë që pres ta bëj video në Përmet. Më pëlqen shumë qyteti I Përmetit sepse ka shumë tradita, ka shumë histori aty. Shpresoj që në qytetet që sapo shpreha të kem persona që mund të më bashkohen, për shembull së bashku mund të bëjmë një live stream, por mund edhe persona që janë njohës të mirë të zonës, persona që njohin historinë, mund edhe të shprehin diçka për historinë, për kulturën, për pikat turistike që kanë këto zona. Pra këtë status e kanë bërë edhe në YouTube. Nëse personat caktuar do duan të bashkëpunojnë me mua për të bërë këto video, mund të më shkruajnë në fanpage-in tim Albert Vaja Production në Facebook,
I njëjti emër është edhe në Instagram. Pra kam shumë nevojë për bashkëpunëtor, sepse jo të gjitha zonat I njoh andej. Atëherë shikoj që numri I ndjekësve rritet gradualisht. Të vjen mirë për këtë. Një shëtitore shumë e bukur kjo në qytetin e Beratit. Duket që qytetarët janë të shumt sipas pamjeve. Fatin Saliu nuk do ishte keq, por nuk kam kontakte. Për shembull, unë kam përgatitur një video në Apolloni. Aty kam një kontakt ku do të bëj një video me personat cilët janë punonjës aty në Apolloni, që do të na japin informacion, por edhe do të flasit për historikun ose për gjërat që janë gjetur aty. Flas për arkeologji. Pra është planifikuar një video në Apolloni. Kjo do të bëhet pasi të kthehem nga lindja. Pasi të përfundoj videot në lindje të Shqipërisë, do të bëj edhe video në Apolloni. Okej. Okej, Fation, faleminderit. Entry, faleminderit. Përshëndes. Si që shohim nga pamjet, tash një qytetar, ndërkohë do doja të bëj një pamje krauti të djathtë. Se ndërkohë duken edhe baret. Mendoj se këto baret bëjnë shumë xhiro, bëjnë shumë punë. Entry, faleminderit. Përshëndes dhe unë. Po Fation, shumë gjallëri vërtet, më kanë impresionuar kjo pjesa e popularitetit në shëtitore. Me çudit vetëm një gjë këtu në Berat, sepse habiten kur jam përpara një kamera. Ndroj çik baterinë. Atëherë do të më duhet të ndroj baterinë e kamerës. Atëherë shikoj që numri po rritet shumë. Më vjen mirë për këtë. Ndërkohë do t'ju ftoja që të bëni subscribe, ju që akoma nuk I keni bërë subscribe kanalit, mund të bëni subscribe sepse në këtë kanal do të jeni shumë video të ndryshme. Sidomos video për turizmin, video nga gjithë qytetet shqiptare, por edhe zonë turistike. A punon tek RTSH? Jo, valla, nuk punoj tek RTSH. Atëherë po futem në qendër të bulevardit.
qytetarja është plot. Atëherë kjo do të jetë xhira e fundit, sepse do të duhet ta mbyll live streamin më pak. Për ata që nuk kanë ndjekur live streamin të gjithë, mund të kthehen videon pas. Ditët në vazhdim kemi planifikuar që të shkojmë edhe në zonat veriore, duke përmendur këtu qytetin e Laçit, Shkodrës, por kemi në plan që të shkojmë edhe në veri të Shqipërisë, sidomos në qytetin e Pukës. Na ka penguar pjesa e distancës, sepse distanca është shumë e madhe fatikisht, do të bëj shumë kilometra për të vajtur aty. Shton direkt. Atëherë shohim që ka prezencë të ndjekësve. Nëse dëshironi mund ta shpërndani linkun Fation, do vim së shpejt në TV-a vëlla, kështu që na pritë. Sepse edhe në Divjak do bëjmë një video shumë shpejt. Mangalemi, super pamje, do të shikoni pas pak, pasi të shkojnë në fund të shëndetores. Atëherë miqtë e mi, ju përshëndes gjithëve që jeni live me këtë live stream nga qyteti i 1/1 dritareve në Berati, një ndër qytetet më të bukura në Shqipëri. Siç e shikoni, pasërtia është maksimale. Kris TV na thotë që të shkojmë në Tropoj, po Kris ja kemi planifikuar, pra e thash që do të bëjmë dhe një tur në veri. Ja, si që shikoni tashme shfaqim Mangalemin. Është një pamje shumë e bukur e Mangalemit. Po ja afrohem sërish Urës të transmetuar nga aty. Edhe për të mbyllur live streamin.
Natën e mirë. Shikoni sa bukur ura tek Mangalemi, ura e varur. Mos gaboj, kështu e ka emrin, ura e varur. Okej, Traveler Kid. Shikojmë që numri ka kaluar para shikimet tona. Po shkon rreth 300 ca persona, 400 persona. Do t'ju ftoja kush ka grupe të ndryshme ose faqe ta bëj share linkun, sidomos në grupe të ndryshme, për të bashkuar sa më shumë persona live. Nëse ka persona, unë do të qëndroja ende. Shikoni Mangalemin, çfarë pamje spektakolare, pamje shumë e bukur. Sot kam bërë një video këtu në Berat, është një video shumë e bukur që do ta transmetoj besoj brenda javës. Do jetë një video spektakolare. Kam bërë pamje shumë bukura sot këtu, nga lartësi të konsiderueshme, por edhe afër. Do të jetë një mini dokumentar shumë i veçantë. Ky që do të bëj për Beratin. Do të lutesha jo komente ofenduese për njëri tjetrin ose për krahina, zona, parti, ku di unë. Kështu që ju lutem jo komente të tilla, sepse në chat ka fëmijë, ka gra, ka persona të ndryshëm, kështu që nëse dikush vazhdon edhe përdor komente jo korrekte, jam i detyruar ta bllokoj. Atëherë po ngjitem edhe një herë tek ura. Traveler Kid mos përdor ban me një herë, por herën e parë mund të parlemërosh, herën e dytë pastaj mund ta bllokosh userin. Siç e shohim, këtu kemi një pamje tjetër të urës. Atëherë po kryej pak distancë për të patur një imazh më të mirë të Mangalemit. Tashmë jemi në një kënd me të tërhequr. Shikoni sa pamje e bukur, miqtë e mi. Pamje fantastike e Mangalemit. Do doja më shumë dritë tek pjesa aty, kishte pak më tepër dritë, se mungon deri diku ndriçimi. Pra, është një vendosje veçantë e objekteve këtu, siç e shohim nga pamjet. Nuk e di se si duket figura video aty, sepse jam në transmetim të drejt për drejt. Shihet pastër apo jo, por unë këtu në display shikoj një imazh shumë bukur fatikisht. Shpresoj që edhe ju të shikoni të njëjtën pamje. Po flas për cilësinë. Më bëhet që jemi Traveler Kid.
Pra për të gjithë ata që nuk e din, Traveler Kid është administratori i faqes, ai menaxhon komentet, menaxhon të gjitha situatat ku duhet ndërhyrë, kështu që duhet të jeni sa më korrekt në komentet, në përdorimin e tyre. Shikoni të sipër kemi një pjesë të kalas. Pra nuk e di se do arrit ta kap. Syro Qalliu, faleminderit. Atëherë po i afrohemi edhe një herë tjetër shëndetores, duke parë që numri i ndjekësve është i lartë. Kjo më bën që të qëndroj ende në live stream. Dritan Alimeti na thotë që quhet Tabia ajo në maj. Kalas. Okej, Dritan. Atëherë do doja të shfaqja një foto që e kam bërë sot. Shikoni pamjen. Pra ky do të jetë imazhi i videos që do të shfaq, besoj do të jetë brenda të mërkurë Societetes, do të ketë një video shumë bukur të Beratit, të cilin e kam përgatitur sot. Atëherë po zbresim edhe një herë në shëtitore. Shikoj një pasërti shumë të madhe këtu në Berat. Okej, atëherë i afrohemi edhe një herë tjetër shëtitores, ndërkohë vazhdoj rrugën me pamje nga Mangalemi. Si që shohim nga pamjet, ende ka prezencë të qytetarëve. Ardit diti, sa po e transmetuam imazhin e xhamisë. Si që shohim nga pamjet, çati u skuq nga flamujt shqiptar. Më pëlqen shumë kjo pamje. Po të ishte dhe mirë që të kishte drita edhe në anën tjetër qytetores, po pra të kishte drita edhe në krahun e majt, pra të njëjtet ishte një njëjti sistem drejtësimi, të ishte edhe në krahun e majt, do ishte më bukur normalisht. Askush nuk përdor maska këtu, paktën siç edhe e shikojmë nga pamjet. Me sa kam dëgjuar, do të hiqet edhe nga autoritetet përdorimi i maskës në publik. Mendohet që këtë javë të ketë një njoftim të tillë, sepse edhe numri i të prekur është ulur ndjeshëm fatmirësisht. Okej, sa më shumë flamuj shqiptar në chat.
Mendoj se virusit tashme I ka ardhur fundi edhe kjo dramë botërore besoj se po dobësohet ose po largohet totalisht. Shpresoj që edhe udhëtimet turistike të lejohen tashme nga Europa edhe të lëvizim lirshëm. Për shembull në Paris, në Rom. Në Rom kemi edhe traveler kit që do të na bëj live direkt nga Roma pas pak ditësh. Pse jo, edhe nga zona turistike, siç është Venecia apo në Kroaci. Arditi na thotë që në shtetet I ketë gjithë me maska apo Shqipëria vend antivirus. Ardit nëse I ke parë njoftimet, numri të prekëve në Shqipëri thujse është reduktuar totalisht ose mund të them është eliminuar totalisht. Pra në të gjithë Shqipërinë mund të jenë rreth 20 ose 30 persona të rinj të infektuar, ndërsa numri të shërorëve ka arritur të jetë shumë I lartë, kështu që virusi pothuajse po largohet. Lokal gjuna, zhatëmi vetë. Më pëlqen kur çati skuqet nga flamuri shqiptar. Kur dëshiron mund të përdori emogjin e flamurit shqiptar. Fadio Salio po, shoket drejt. Fation më shkruaj në fanpage, sepse do të takoj kur të vi në Lushnjë. Ja, ku po I përdor edhe unë flamujt e qatë. Diçka e veçantë kjo, po më pëlqen shumë. Sa shumë flamuj. Në skuq qati. Shikoni sa bukur Berati. Nuk e di nëse do ta has këtë shëtitje në qytetet e tjera. Jam shumë kurioz për Korçën, nëse ka një prezencë kaq të madhe qytetarëve në qytetare. Shikoj që çati u skuq nga flamujt, më pëlqen shumë faleminderit për Pra flamujt flasin shumë, flasin për Shqipërinë, për flamurin ton kombëtar. Ura e Goricës nuk është e ndriçuar, festim shumë ka. Me sa vore janë disa spote, por jo shumë të ndriçuara.
nuk ka shumë dritë, për shembull ta krahasoj me urën e Magdalemit, me urën e Mangalemit, nuk ka shumë dritë në krahasim me të. Okej, atëherë Valentina Krasniqi, faleminderit për emoji. Merë një ujtë e djale. Tash më bëm për ujë. Ose edhe pak. Shumë faleminderit për komentet. Një motiv më tepër për të vazhduar pjesa e flamujve vërtet sjell emocion në transmetim. Faleminderit shumë. Dina, mirë mbrëma. Sonte zjarr çati, më pëlqen shumë kjo gjë. Atëherë po i bëj një pamje sërish pjesës sipër. Kemi shumë njerëz shëndetore, prezencë shumë e madhe. Kuptohet shumica janë të rinj. Okej, miqtë e mi, jemi direkt nga qyteti fantastik i Beratit. Qyteti i 1-1 dritarëve. Është një live stream që ka filluar para 2 orësh. Tashmë është 1 orë. Ky live stream i dytë, sepse live stream i parë u ndërpre për arsye të internetit. Nëse dëshironi ta shikoni, e keni video në kanalin tim YouTube. Nëse dëshironi mund të bëni subscribe, por mund të klikoni në shenjën e zilës. Kjo është më e rëndësishme për të marrë njoftim sapo unë futem live në transmetim direkt. Pra siç e kam njoftuar edhe më parë, misioni ynë do të vazhdojë, të paktën deri nga mesi i korrikut, sepse në periudhën e gushtit unë kam pamundur që të bëj live stream prej angazhimeve të mia me eventet. Pra kjo do të vazhdoj pak a shumë deri në mesin e korrikut, ndoshta, shpresoj. Dhe muaj ngusht, ndoshta në mesin e shtatorit, unë do ta rifilloj sërish opsionin e videove me transmetim direkt. Gjithsesi, ne do vazhdojmë të hedhim video të tjera në kanalin tonë në YouTube nga pika të ndryshme, sidomos turistike të Shqipërisë, por edhe qyteteve antike, sidomos me qytetet me traditë, qytete që kanë histori, kanë dhe pamje të bukura me dron, siç është Berati, që kemi bërë ditën e sotme, një video shumë bukur këtu në Berat. Por në kanal keni shumë video të ndryshme të Shqipërisë, sepse unë këto lloj videosh i kam bërë, ka shumë vite që unë aplikoj duke bërë video nga Shqipëria. Kuptohet, jo me këtë nivel që jemi sot, sepse cilësia është rritur, është perfeksionuar, por keni video të shumta në kanal. Mund të futeni kanal te kategoria e videove dhe do të shikoni, ose mund të futeni tek një playlist, siç është një nga playlistet pamje nga Shqipëria ose I Love You Albania, ku keni shumë video nga Shqipëria. Ndaj, nëse dëshironi, mund të bëni subscribe kanalit, mund të klikoni në shenjën e zilës për të njoftuar sapo ngarkoj një video të re në kanal, por opsioni i ri që ka vendosur YouTube është edhe opsioni për të bërë member në kanal. Kjo për momentin funksionon për personat që janë jashtë Shqipërisë, në Europë ose në Amerikë, mund të bëni member, sepse në opsionin member vendosen disa video për të shikuar nga kjo kategori e caktuar, të cilët regjistrohen në kanal si member. Okej, vazhdojmë edhe pak deri tek ura për të parë dhe sërish Mangalenin
tashme më të ndriçuar me drita, edhe do të bëj edhe mbylljen live streamit, duke ju falenderuar sepse sonte ishte një mbrëmje shumë intensive me ndjekës. Faleminderit. Pra Mari thotë mua vjen zilja direkt, pra vjen njoftimi direkt, thot Mari. Po, nëse klikon tek shenja zilës edhe klikon tek zilet get notification, unë sa po futem live, njoftimi vjen direkt. Sot është postuar në kanal një video ku kemi folur për turizmin në Belsh. Është një video ku unë kam bërë një intervistë me një person i cili është njohës i mirë i zonës, por punon edhe në Pallatin e Kulturës në Belsh, i cili na ka dhënë informacione shumë nevojshme për destinacione turistike që kanë në Belsh. E njëjta metodë do të përdoret edhe në zonat tjera të Shqipërisë, aty ku ka turizëm, aty ku ka destinacione të cilat ju mund të vizitoni, por thjesht mendoj se kërkohet më tepër investim, e kam thënë edhe tjera, investim në infrastrukturë. Siç është për shembull, po marr një shembull, rrugën që të çon në Thef. Sipas parashikimit tim, edhe si vjet do të jetë e njëjta problematik, pra ajo rrugë nuk ka përfunduar ende. Pra një bukuri aq e veçantë siç është Thethi, është gjëna që mos ketë infrastrukturë. Bota investon shumë për turizmin, kurse ne të pak duhet të investojmë për infrastrukturë. Atëherë, kjo është pamja tjetër që po ju shfaq. Vazhdojmë bashkë edhe pak minuta fare deri tek ura, sepse aty do të mbyll edhe live streamin. Sepse këtu në Shqipëri është ende ora policore, pra ora e ndalim qarkullimit prej orës 22. Flamujt vazhdojnë. Më pëlqen shumë pjesa skuqjesh së çatit. Çati sonde ishte zjarr fare. Do të lutesha deri në përfundim të transmetimit, i cili do të jetë maksimumi dhe 5 minuta, të vazhdohet me komentet me flamur, me flamurin ton kombëtar. Tashme jemi sipër urës, çati skuqur, nuk di me emocionoj shumë kjo mbrëmje. Atëherë, si që shohim nga pamja, tu kemi një imazh super të Beratit, ndërkohë po largohem dhe pak. Kuqezi, Dina. Faleminderit Dina. Kam vërë diçka kur ka persona që komentojnë shumë ose sillin mendime, edhe ne jemi aktiv, pasurohet më shumë transmetimi, çati është më aktiv. Këtu kemi një pamje të lagjes përballë, Goric quhet, Antigoni është përballë. Super pamje, po
Po dua të shkoj në fund të Urës edhe të kthehem. Shikoni sa bukur Berati. Tashmë jam në fund të Urës. Okej. Po kthehem djathtas. Edhe ty jap pamjet më të bukura nga Berati. Ndërkohë shohim edhe Urën, edhe Mangalemin. Shikoni sa pamje e bukur. Kaq aktiv fansat nuk ka qenë kurr në chat. Një chat kuqezi sonte. Më pëlqeu shumë ky live stream, mund të them që ka qenë live stream më i bukur që kam bërë. Megjithëse kemi patur një live stream të zjarrt në Fier kur nuk kisha çadër, kur jam bërë ujë dhe kisha 300 ca persona për herë të parë në live stream. Shikoni sa pamje e bukur, shikoni. Marios Grec. Okej, Marios. Atëherë do të shoh edhe një herë këtë pamje këtu. Megjithëse është pak e rësirë tashmë. Berati i bukur. Disa e ngatrojnë shprehen Beratin me 1001 dritarëve, por shpreja është 1/1 dritarëve, sepse janë dritarët e vendosura 1/1 sikur njëra tjetrës. Skuq totalisht çati. Respekt të gjithëve për flamujt. Kush është? Kush? Dikush na thret larg. Një minutë mbyll live streamin. Atëherë edhe bateria e telefonit tashmë po jep njoftim që po mbaron. Vazhdon skuqja e çatit, kuqezi. Shikoj që të gjithë postojnë flamurin tonë në komentar. Nuk do të ishte keq që të vazhdojmë deri në fund të live streamit. Metoda më e mirë për të qenë aktiv. Sipas analitik, video e Sarandës është video me shikuar e ditëve të fundit, është pëlqyer jashtëmase shumë. Me sa kam parë e kanë marrë edhe shumë faqe. Por e që kishte marrë edhe faqe e kryeministrit, nuk është gjë e keqe kjo, gjë e mirë është, okay, sepse duhet promovuar turizmin në Shqipëri, që ishte bërë crop video duke hequr logon time, logon që unë vendos në cep të ekranit. Kjo ishte ajo që nuk pëlqeu, pra kjo logo e cila identifikon punën time, ishte vetëm gjë që mua nuk pëlqeu në atë rast, sepse ishte hequr emri im si autor i videos. Por gjithsesi
nuk ka problem. Nuk prish punë. Të paktën mos hiqet logo. Respekt dhe ana. Okej, miqtë e mi, ky ishte live streami. Po, Dina, jam i detyruar që të aplikoj një form tjetër kur publikoj video, pra kjo logo do të vendoset këtu. Pra do të vendoset këtu edhe do të jetë transparente. Pra do të jetë sfumuar për mos e dëmtuar imazhin, por unë nuk doja ta bëja këtë sepse kjo nuk është gjë e mirë për ne profesionistët, ne e quajmë dëmtim të imazhit të krijuar. Pra, unë dëmtoj imazhin tim kur vendos diçka të tillë në qendër të ekranit. Kjo nuk është gjë e mirë. Në botë nuk vendosin fare logo, sepse nuk merr kush në botë punën e tjetrit. Pra nuk mund të marrësh punën e tjetrit dhe ta ripublikosh, sepse unë për të vajtur në Sarandë kam bërë 500 kilometra. 500 kilometra shpenzim. Duke llogaritur mëngjese dreka darka rrugëve, duke llogaritur hotel drejt shejtan, dikush tjetër rri para kompjuterit të merr videon, të bën crop logon, ty nuk të njihet paktën minimalisht, minimumi i minimumit, ty nuk të njihet puna që ke bërë, më kupton? Ndaj më erdhi pak inat sot, sepse fansat më sjellin videot që mua më merren nga faqja ime. Pra, nuk është gjë e mirë që hiqet logo. Kjo është gjithë thelbi. Emri i autorit nuk mund të hiqet. Okej. Nuk ka problem, gjithsesi për të mirën e turizmit falet çdo gjë. Atëherë unë këtu po mbyll live streamin. Gjatë javës që po vjen, unë do të shkoj, pra pas të hënës, unë do të bëj një tur në qytetet ndryshme siç e kam theksuar në lindjet e Shqipërisë, duke përfshirë Poradec, Korç, Ersek, Leskovik dhe Përmet. Atëherë kush dëshiron, po e përsëris për herë të fundit, duke mbyllur dhe live streamin, kush dëshiron mund të bëjë subscribe në kanalin tim YouTube, por mund të klikojë në shenjën e zilës për të u njoftuar sapo ngarkoj një video të re në kanal ose sapo unë futem live në kanal. Atëherë, nga Berati, ju falenderoj gjithëve, natën e mirë, kalofshi bukur dhe rishihemi sërish në një qytet tjetër, besoj në lindjet e Shqipërisë. Faleminderit që më ndoqët, sonte ishit të shumtë në numër, respekt të gjithëve. Natën, kalofshi bukur.